Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Anton Quni, ka deklaruar se në këtë subjekt nuk ka disponim për të hyrë në koalicion qeverisës me lëvizjen vetëvendosje. Quni është shprehur se do të duhet shumë punë për rikthimin e besimit ndërpartjak. Në të gjitha ato biseda dhe në të gjitha ato nivele, filluar nga dega nga e cila vijun, dega e Prizrenit, forumet e ndryshme që kanë qasje deri tek niveli më i lartë në kryesi, edhe si nën kryetar nuk kanë vritur ndonjë disponim që ne të hyjmë në qeveri së bashku me vetëvendosjen. Do të duhet të punojnë shumë që të krijohen rrethanat, të krijohen kushtet që me e kriju një afërsi dhe me u rikthy besimin ndërpartjak, ka thënë Quni, sipas tij nga një parti antikombëtare dhe antishtetrore, siç u quajt nga Kurti gjatë mandatit të rikthehet në të preferuarën e tij brenda një kohe të shkurtër për shkak të mungesës së numrave, LDK-s i le vend për dyshime. Ne kemi edhe një përvojë që e kemi pasur një qeveri të përbashkët, ku kemi shpresuar që së bashku mund të bëjmë revolucionin për të mirën për shtetin tonë, për qytetarët tanë. I kemi përdorur mundësitë e fundit që të ruajmë atë koalicion, por jo që kalkulimet ishin që me prishjen e koalicionit të LDK-s do të dëmtojë në përmasat të tilla që të defaktorizohej, ku ne kemi një përpjetim të tillë e pastaj e kemi një mandat ku ne kategorizohemi si parti antikombëtare, antishqiptare, edhe tash brenda 24 orëve për shkak të mungesës së numrave, ne jemi të preferuarit e Albin Kurtit, natyrisht që janë shumë pikpyetje. A mos është ende projekti që me vazhdu me dobësimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, apo është me të vërtet një nevojë sinqert, është shprehur ai.